Ish-kreu i Komisionit Hetimor për Teams, Ervin Saliani, ka reaguar nga qelia pas dërgimit në gjyq nga Prokuroria e Tiranës të ish-drejtorit IT-s në Policinë e Shtetit Ervin Muça për ndërhyrje të paautorizuar në sistem. Nga qelia e Burgut Fierit, demokrati thotë se ndërhyrja në sistemin Teams dhe vjedhja e të dhënave janë një histori mafioze, ndaj dhe kërkon një hetim më të thelluar të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Saliani thotë se ndërhyrja në sistemet kompjuterike dhe kopimi të dhënave në Teams cënoi rënd sigurinë kombëtare. Arrestimi i Ervin Muçës, ish-drejtori i IT-s në Policinë e Shtetit, është dëshmia se Komisioni Hetimor Parlamentar për ndërhyrjet në Teams dokumentoi eksaktësisht pasigurinë dhe paaftësinë dhe keqpërdorimin e administratës shtetërore për të mbrojtur sistemet dhe informacionet e rëndësishme shtetërore. Saliani thekson se çështja për sistemin Teams që u hetua nga Komisioni Parlamentar po mbahet në sirtarët e kuvendit dhe nuk i dërgohet SPAK-ut për hetime të mëtejshme. Vetë Edi Rama ka fuqinë të imponojë që kjo çështje të rrinë në sirtarët e kuvendit dhe të mos i dërgohet SPAK-ut për hetime të mëtejshme, siç është detyrimi ligjor, por edhe kërkesa e komisionit. Burgosja ime është edhe për këtë arsye, për të harruar çështja dhe për të mos u hetuar përfituesi kryesor Edi Rama, deklaron Saliani.